Zëqenica Ushi, Sara Mila, Mariana Koçeku dhe 36 deputetë të tjerë të rinj të Partisë Socialiste që i bashkohen jetës parlamentare në shtator, do të marrin pjesë në shkollën verore që zhvillohet në ambientet e Selis Roz. Shkolla verore nis nga dita e sot me 20 qershor dhe zgjat një muaj deri më 20 korrik. Në trajnimin e Akademisë Politike që ka nisur prej orës 9 mëngjesit të sotëm, lektori i parë ishte ish-ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ligjvënësi me eksperiencë nga radhët e socialistëve nisi ditën e parë si lektor, duke u përplasur me gazetarët për faktin se ju referuan si profesor dhe kolegët deputet i cilësuan si nxënësit e tij. Besoj se duhet jeni pa aq serioz, sa që janë këta që kanë ardhur, u tha Xhafaj gazetarëve në hyrje të selisë së Partisë Socialiste. Unë nuk do bëj mësim dhe ata nuk janë nxënës, janë kolegë të mi dhe siç ndodh në çdo punë tjetër, dikush që ka një eksperiencë më para mundohet t'ua transmetoj kolegëve. Në mënyrë metaforike, është kënaqësi për mua që do të takoj me kolegët e mi që do të ndaj 4 vite në seancë parlamentare, thaj. I pyetur nëse ka ndonjë mesazh për deputetët e rinj, Xhafaj tha se ka disa, por do ua jap atyre. Kam disa, por do t'u jap atyre, u shpreh Fatmir Xhafaj. Kujtojmë se një ditë më parë, Partia Socialiste festoi 34 vjetorin e themelimit të saj, ku ishte i pranishëm sigurisht kryeministri dhe kryesocialisti Edi Rama. Ajo që u pa nga fotot tregonte kryeministrin që i dha një vëmendje të veçantë pikërisht deputetëve të rinj të zgjedhur për legjislaturën e re të Kuvendit, shumë të komentuar në media, nga Zëqeneja te Sara Mila.